Janë disa situata që nuk më pëlqejnë për i kolegëve të mi trajnera, sepse e shoh që në çdo ndeshje ose çdo pas ndeshje sulmojnë arbitrat, sulmojnë egër. Njëri thotë i s'do të arbitrosh më, tjetri thotë kamera, tjetri, domethënë është një presion që bëjnë arbitrave në maksimum. Unë jam në shku me kartel të kuqe për kur gjo, në ishën e partë kampionatit, kurse shoh që këto trajnera që bërtasin, shajnë, mundën me bëjë gjithë që, nuk po dënohen, nuk më marrin kartelat kuqe, edhe me fjalë që thojnë mas intervistave. Kështu që ka raste kur duhet kuptojnë që edhe Shkodra ka zot. Unë konsideroj një ndeshje me një rival direkt, do të mundohen atë që në sekundin e parë dhe në sekundin e fundit që të mojmë ritmin e lojës, të bëjmë ata lojnë atë tjera që si që kena bërë në Loro Boriqi.